Diaspora më shkurt e një politikën jo korruptive më mirë se këtë të tjera. Ju këtu në Kosovë keni pak ma problemi vlerësu këtë zona se pak a shumë jemi këti brumi që jemi kombinu. Po diaspora është shumë e pastër edhe ka nuhat shumë herët këtë punë që është i pa korruptur, kena me përkra, kena me mbrojtë dhe kena me hetë shumë për para. A do më këthy me jetu ti në Kosovë, mas ka fituar bilen? 46 vjetë i kam, vesel 4 vjetë e kam vetit a fatë dhe do të kthejna këtu. Se ju që tashtë, mas i ka fitu këtë? Po edhe mund do disa investime mi bo këtu që me pas bazën e sigurt. Urime fitore, Agim Zeqiri. Jam shumë krenare që jam shqiptare. Keni dalë sot me festu? Po, kum dalë sot me festu dhe dëshiroj të bëhëm të gjithë bashkë dhe të festujmë bashkë. Dhe të fitoj ma i miri, ju përshëndes shumë, faleminderit shumë. Jeni këtu të cili javë vetëvendosjes i bie që keni votu për vetëvendosjen, keni dalë me festu për ta? Po, gjithsesi, faleminderit shumë. Çka presni për këtyre cilësive? Unë pres shumë suksese. Unë jam shumë krenare. Faleminderit shumë. Emrin e mbjarën? Emrin e kam Gjevrie Kuka, jam e lindur në Trstenik, jetë dhe punoj në Gjermani që 36 vite.